nëse dikush nga Partia Demokratike është, ti thua është kandidosh për Tiranën është sikur ta vrasësh, pra siç thot profesor Fuga, dhe ashtu është, po për Matin çfarë problemi ka Partia Demokratike që nuk ka një kandidat? Për Cerrikun, që është bashki e vogël, pse nuk ka një kandidat? Sepse s'po të them Vlora dhe Tepelene që dihet që janë bastione të Partisë Socialiste, po për Beratin, që është një bashki e madhe, tepër e rëndësishme dhe Partia Demokratike më parë ka patur drejtues atje. Pra, çfarë e shqetëson një deputet Partisë Demokratike të Matit ose një të Beratit, që të jap dorëheqjen nga mandati dhe të kandidojë. Po sigurisht që përgjigja është evidente. Së pari është rezultati zgjedhor që është i parashikueshëm lehtë, ne nuk mund të gjejmë dot shifrat eksakte, por fituesin e kemi të projektuar, dhe nga ana tjetër sigurisht që Partia Demokratike është në një krizë për sa i përket burimeve njerëzore, njerëzve që duhet ketë rreth vetes. Domethënë, gjithë jeta politike e Partisë Demokratike është kufizuar rreth disa personazheve që bëjnë pjesë edhe në grup parlamentar, që janë gjithsej 40 veta, se ja u bëra llogarit, pra hiq Mediun, hiq Dulen, hiq 4 njerëz të Ilir Metës, hiq Mesila Dodën e gjithë në radhë, Partia Demokratike gjithsej ka 40 plus 1 njerëz, ka dhe Ilir Ali Mehmetin që ka mbetur jashtë grupit parlamentar. Domethënë, këto janë gjithë njerëzit, gjithë figurat e Partisë Demokratike, dhe këta duhet bëjnë o rolin e deputetit, o duhet japin dorëheqjen nga mandati i deputetit dhe tutën në përzgjedhjet lokale, ose të ndjekin lojën që bën Berisha me kandidatët e këtyre partive të vogla, edhe me këto deklaratat se do mbështesin kandidat pavarur. Tani, unë duhet të them diçka, meqense jemi ende te kandidati, meqense Berisha ka bërë një thirrje edhe këta po përpiqen gjejnë një kandidat që ne themi jo politik, se nuk ka njeri jo politik dhe kandidat jo politik, po ndoshta një kandidat apartjak. Jo partijak, apartjak, sepse pastaj ata të tre që janë përmendur fillimisht janë gjithë lidhur me Partinë Demokratike dhe nuk janë jo politik. Gjithë o kanë shërbyer te Partia Demokratike, o i kanë shërbyer apo kanë patur të afërmit e tyre në Partinë Demokratike dhe në zyrën e Sali Berishës, ose rasti atij djalit të diasporës që prishte mitingjet e Edi Ramës nëpër diasporë, kështu që nuk mund të themi se janë jo politik si figura. Tani Berisha në vitin 2003, që ta kuptoni, është shprehur në atë kohë Partia Demokratike pati një presion shumë të madh që përballë Edi Ramës të kandidonte doktori i njohur Mentor Petrela. Pati një presion nga mediat, nga lobingjet ndryshme, dhe Berisha në atë kohë mori Spartak Gjelën, i dha një post në Partinë Demokratike, një sekretar për marrëdhëniet me publikun, dhe e katapultoi Gjelën dhe e nxori përballë Ramës me pretendimin, domethënë si u shmang në atë kohë doktor Petrelës, si u shmang me argumentimin që një parti që nuk prodhon dot vetë një kandidat politik, më mirë mos ekzistojë as 24 orë, po t'i vë Çelsin derës edhe të shpërndahen gjithë nëpër shtëpi. Dhe atëherë nxori Spartak Gjelën si figurë politike të Partisë Demokratike. Pra, ky Sali Berish, i cili ka udhëhequr me këtë devizë se kandidati duhet jetë politik, dhe me drejt një parti e madhe politike duhet ketë kandidatë e saj politik, alternativat e saj, në këto kushte, këtë herë ne e shohim të shpërfituar, të kthyer nga kjo teoria e tij dhe duke përpjekur t'ia paturoj kandidatin aleatëve. Sali Berisha, meqense ishim aty, ka vijuar me akuzat e tij të zakonshme, po kësaj here të drejtuara ndaj zëvendës kryeministres Zonjës Balluku, sipas tij, për takime me eksponent pra të botës së jashtëligjshme në Vorë, periferi Tiranës, me shumë gjasa për fushatën e Tiranës, sepse nga Partia Socialiste tani krerët e njësive janë ndarë dhe kanë filluar punën. Pa dashur të pyes për saktësinë e akuzave të Berishës, se mbase po të paragjykoj, po e di përgjigjen. Pyetja ime është kjo që a ka Partia Socialiste arsye që të hipermobilizohet në këto zgjedhje?
pra të friksohet dhe të mobilizohet në të gjitha drejtimet edhe në ato që e akuzon opozita, kur ne pothuajse e kemi të qartë se si do shkoj rezultati. Ne duhet kuptojmë diçka që Partia Socialiste ka disa zgjedhje që nuk kandidon më, domethënë që nga momenti që hoqi Ilir Metën nga koalicioni, që nga viti 2017 e tutje, Partia Socialiste nuk kandidon më për të fituar në zgjedhje. Partia Socialiste kandidon për pjesëmarrje. Nëse ka një merak Edi Rama dhe Partia Socialiste sot, në çdo zgjedhje që vijnë, është pjesëmarrja. Sa e lartë të arrijë një pjesëmarrje sa më të lartë. Kjo është sfida e Partisë Socialiste. Nuk është sfida nëse do të fitoj apo jo. Dhe sa e nevojshme është pastaj që figura kaq larta shtetërore takohen me eksponent të krimit, unë nuk di t'ja përgjigje, sepse normalisht në një regjim, siç thot Sali Berisha, ku jetojmë ne, ligjin e bën regjimi dhe nuk e bëjnë bandat. Dhe janë bandat që kanë nevojë për regjimin, edhe jo regjimi për bandat. Por sigurisht unë ja u thash që nuk është fare nevojshme për Partinë Socialiste, për aq kohë sa vetë Berisha diskuton për miliona edhe miliarda të grabitura dhe që hidhen në zgjedhje, pse do të kërkohej mbështetja e bandave kriminale, sepse ne dim raste, jetojmë në Shqipëri, nuk e fshehim që dim raste ku vota mund të jetë blerë, ose ndikimi familjar në vot mund të jetë blerë, por nuk dim raste që ka vajtur banda nëpër dyert e qytetarëve me armë dhe u ka thënë votoni këtë apo votoni atë, kështu që këto nuk janë akuza, mendoj unë, as serioze, po janë akuzat papërgjegjshme, siç janë ato tjerat që Berisha herë flet në emër të antimafjas italiane dhe thot kemi informacione, thot që Edi Rama ka qenë Aruba, herë flet në emër të mafjas së Shkodrës duke akuzuar njërën palë dhe duke mbrojtur tjetrën, edhe herë flet në emër të shtetit, duke përshëndetur këto arritjen e paqes Trumpit e që janë këto vendimet që merren nëpër botë. Qartë, dhe e fundit, diçka që mua më ka bërë shumë përshtypje ditët e fundit, lidhet me një situatë brenda Partisë Socialiste. Kur po flisnim për Partinë Demokratike, situata nuk është e mirë dhe kjo duket edhe nga ajo se çfarë po pasqyrohet në media për kandidatin, po nga ana tjetër nuk duket se edhe në Partinë Socialiste të jetë, po themi, po aq e paqët, dhe ka qenë vetë ish zëvendës kryeministri dhe deputeti Erion Braçi që ka reaguar shumë ashpër në lidhje me një situatë, trajtimin e tij në njësinë 5. Unë e pash që ju e keni ndjekur si media, dhe duhet kuptoj nëse kjo është thjesht një krizë e një njësie lokale apo ka diçka më shumë se kaq në këtë rast. Po jo, Erion Braçi është i përkëdhelur i Partisë Socialiste dhe është i vetmi i cili i lejohet të dalë dhe të reagojë kundër. Nuk ka të bëj me karakterin apo me shqetësimin kaq të jashtëzakonshëm pse e lëvizën Erion Braçi nga një zonë zgjedhore, sepse shqetësimin e Erion Braçis mund ta kenë edhe 15 koordinatorë tjerë. Askush nuk do të lëviz nga zona e tij apo t'i jepet një punë e re dhe të fillojnë nga zero me individ që nuk i njeh apo të krijojë lidhje të reja. Por Erion Braçi reagon në atë formë sepse do Edi Rama të reagojë në atë formë. Në Partinë Socialiste ka patur deputet cilët janë përjashtuar pse kanë shprehur kritika për shefin e komisariatit të policisë së Laçit, historira kaq banale, janë përjashtuar nga grupi edhe janë përndjekur. Kështu që nuk besoj se revolta e Braçes shpreh ndonjë krizë brenda Partisë Socialiste, apo aq më tepër, domethënë një krizë në njësitë lokale. Erion Braçi është lëvizur nga Divjaka, ka vajtur njësinë numër 5, nga njësia 5 është vendosur diku tjetër, aty janë emëruar disa socialistë po aq të vjetër sa Erion Braçi në Partinë Socialiste, në njësinë 5, që unë prap nuk e shoh nevojën se pse duhet ndodhi gjithë ky investim te njësia 5 kur shquhet që është një bastion i Partisë Socialiste në kryeqytet, po me siguri ka lidhje me ato që unë ju thash, së pari mund të kenë informacion për pakënaqësi në bazë në këtë njësi, së dyti mund të kenë edhe këtë merakun e pjesëmarrjes në datën 9 nëntor. Qartë, mirë, Ardit, unë të falenderoj shumë për bisedën edhe për opinionet që solle këtu në studio. Faleminderit juve.
Ishim me kolegun Ardit Rada nga Java News, folëm për aktualitetin politik në vend, zhvillimet më të rëndësishme të ditëve të fundit që lidhen patjetër me Bashkinë e Tiranës, me kandidatët e me zgjedhjet e parakohshme të pjesshme vendore. Do të rikthehemi menjëherë në pjesën e dytë vetëm pas pak. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, do të flasim tani për zhvillimet në Maqedoninë e Veriut, atje ku po zhvillohet fushata zgjedhore për zgjedhjet vendore të komunave, pra të 19 tetorit, e ku duket se ligjërimi politik është mjaft i fortë dhe i ngjan më shumë i fushate të zgjedhjeve parlamentare. Për ta kuptuar më mirë se çfarë po ndodh, un kam kënaqësinë të kem lidhje të drejtë për drejtë me studion tim me zotin Bekim Qoku, deputet nga radhët e koalicionit Vlen në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut. Zoti Bekim, të falenderoj që jemi së bashku, të përshëndes. Ju falenderoj shumë, falenderoj për ftesën. Po e nis menjëherë thashë ligjërimi politik ka qenë mjaft i fortë dhe nga kundërshtari juaj tek shqiptarët, AKI-ja që udhëhiqet nga BDI-ja dhe nga zoti Ali Ahmeti, ju konsideron si deg të VMRO-s tek shqiptarët. Tani pyetja e drejtë për drejtë është, cilat janë vijat e kuqe të koalicionit Vlen si me partitë maqedone, me aleatin e VMRO-s, rastin konkret, po ashtu dhe me forcat e tjera politike? Atëherës, tamam me fatë hyrjen, këto lloj zgjedhje nuk kanë këto ngjyrën nuk kanë marrë edhe retorikën e zakonshme të zgjedhjeve komunale, pra nuk flasim më për kompetencat e komunave që duhet të ishin rrugët, ujësjellsi, ndriçimi, gjelbrimi, rrugicat e vogla e kështu me radhë, por kanë marrë këtë lloj ligjërimi të fuqishëm, të fortë, emocional, politik, sepse Ali Ahmeti pas 23 viteve sa është në pushtet, pra një vit tani nuk është në pushtetin qendror, po që 20 e sa vjet është në pushtet lokal, në shumicën e komunave, rrezikohet për herë të parë të humbas të zgjedhje, të humbas përfundimisht pushtetin edhe të shkojë përfundimisht në opozitë. Dhe kjo e tmerron, kjo e frikson, sepse edhe ai në një deklarat të rastit tha, në rregull, tha shkojmë në opozit, po çfarë bëjmë atje? Ai nuk është mësuar të rrijë në opozit dhe kjo pak a shumë e ka tërbuar si ide dhe ka ngritur lart këtë lloj ligjërimi, këtë lloj diskuri politik që luan kryesisht me emocione dhe ne e dim në përgjithësi politika e ditëve sot me gjithë botën bëhet luan me emocionin e krenarisë, të turpit, të frikës. Ali Ahmeti luan me emocionin e frikës, sepse vjen edhe nga një background lufte nga konflikti i 2001-shit dhe ky lloj backgroundi e ka mbajtur deri tani në pushtet, por ne e dim që pushteti të konsumon, pushteti të prish, pushteti të korrupton kur është i gjatë dhe kjo gjë i ndodh jo një partije politike në Ballkan, por edhe partive tjera siç janë në demokracitë e konsoliduara në Skandinavi e kështu me radhë. Ne e dim që në Ballkan, pra a priori, sikur mos e njohim situatën reale këtu, nëse themi që dikush është 23 vjet në pushtet, a priori e supozojmë që do të kemi bëjmë me një pushtet, me një strukturë politike tashmë të korruptuar, të zaptuar nga nepotizmi, nga korrupsioni, nga aferat e ndryshme siç është BDI-ja aktualisht, edhe që akuzohet për të tilla shumë. Pra kemi një BDI që akuzohet për korrupsion, për nepotizëm, janë shfaqur afera të ndryshme në brenda asaj partie, ka pas afera të shumta, por Ali Ahmeti në një farë mënyrë është ruajtur, ka pas një auror mbrojtjeje për shkak të luftës, por tani janë shfaqur afera të familjarëve të tij, ku kanë nipi, djali, dhëndri, dhe gjithë familja pra, me afera korruptive, nipri 27 vjeçar, pra as një ditë pune, ka bler një qendër tregtare me vlerë 31 deri 35 milion eurosh. Tani së fundmi doli afera e një banke këtu vendore, ku dole në pas aksioner të afërt të Ali Ahmetit të asaj banke, që ja shitën një banke serbe, e cila është e afërt me Vučićin dhe me regjimin serb,
Biles dje doli edhe një artikull në revistën e famshme Danas të Kroacisë që merrej me këtë temë, kështu që janë afera të ndryshme dhe këto afera të ndryshme korruptive, nepotike e kështu me radhë. Pra mos harroj edhe këtë, kemi një dorë njerëzish në kryesinë e BDI-s që janë futur tashmë në listën e zezë amerikane. Një nga ata është krau i djathtë dhe njeriu më i besueshëm, pra kanakari i Aliametit Artan Grubi, që është futur në listën e zezë, edhe ai mbrohet ende nga Aliameti, nuk është distancuar Aliameti nga kjo figurë. Kemi e plot figura tjera si Ramiz Merko këtu në Strug, që është kryetari aktual i Strugës, e plot figura të afërta me Aliametin që janë futur në listën e zezë të Departamentit Amerikan të Shtetit. Pra gjithë kjo e detyron Aliametin për t'i mbrojt këto, ose për ta devijuar, ose për t'i hedhë, si themi në Shqip, për t'i hedhë ki syve qytetarëve këtu, ai e përdor këtë retorik që është nacionaliste, pra me shqiponja, me flamuj, me gjëra që tashmë nuk pin ujë, si themi ne përsëri, një idiom nuk pin ujë, sepse ne nuk kemi tani tekstualisht nuk shumica e komunave, e fshatrave të Maqedonisë së Veriut me shumicë shqiptare vuajnë për ujë në çesmat e tyre. Pra në vend të flasim për ujë e për gjëra që 20 e sa vjet pra kanë ndetur pa u rregulluar, neve flasim edhe për tema të mëdha që nuk ka arsye. Se një arsye vetëm të kish pasur pse të flasim për këto tema do ishte, por nuk rrezikohet asnjë gjë, as nuk kemi një bashkëpunim që nuk ka pas BDI-ja më përpara, bile BDI edhe Aliameti kanë bashkëpunuar me një VMRO DPMNE të Sasho Mihailkovit, pra të njeriu të tmerrshëm të sigurimit të shtetit, i akuzuar për shumë afera dhe të ndryshme për burgosjes shqiptarëve, aferën e lagjes trimave në Kumanov, ku vranë disa ish ushtarë të TUÇK-s.